Është e padiskutueshme që në çdo sondazh në rrjetet sociale ku ti shikon këto dyshën kokë më kokë, Matteo dhe Stenaldo, pyetje se nëse kush do dal nga shtëpia, më së shumti vota ka që të dalë Stenaldo, ose ndoshta pyetje se kë doni të shpëtoni, më së shumti vota ka Matteo. E përtej kësaj përballje që do të kenë sonte dy djem, ku unë kam dhënë mendimin tim dhe i qëndroj asaj që kam thënë që Matteo do të vijojë rrugtimin e tij drejt finales, por të gjithë presim që dhe Stenaldo të ketë atë biletën e fatit. Por ajo që nuk më pëlqen në asnjë panel që ndjek dhe shikoj në emisione është që të gjithë e trajtojnë Stenaldon si një trofe që ne duhet t'ia japim audiencës, pra thjesht për energjinë, për guximin dhe nuk e kanë analizuar për lojtarin që ai është brenda shtëpisë dhe kjo gjë e penalizon atë duke mos u qasur tek audienca për atë që ai do vepron me të tjerët. Besoj që është një veprim jo i dur dhe nuk kemi ne të barabartë në qasjen tonë dhe në atë dinamikën që duhet të komentojmë dhe të japim mendimet tona. E kam parë mbrëm konferencën për shtyp që kishin të dy, si Matteo dhe Stenaldo, dhe pjesa më e madhe e shtëpisë, më së shumti pyetjet i kishin për sjelljen që ka Stenaldo në atë shtëpi, e që sipas tyre është një sjellje që ka më së shumti element negativ, pra që ka një xhelozi, që ka një lloj inatçori keq, që është një lloj dhunusi në ato që banorët konceptojnë në veprimet që bën Stenaldo, që është një ofendues, pra i kanë përmbledhur të gjitha elementet që ne mund të gjejmë të keqe tek një njeri në një format si Big Brother, pa diskutim që po, dhe ja vunë në pa dhe ja etiketuan më së shumti grupi i Rogertit Mirit, ku është pjesë Juela, edhe e di sa kjo e fundit më shumë e karikuar për t'i nxjerrë në palë, themi këto element që unë përmenda. Sa kaq Matteo vijon të jetë neutral në ato që bën dhe në qasjen e tij, jo vetëm me kundërshtarët e tij, por edhe me ata që i shikon miq. Është i njëjtë, e kam thënë që vijon të qëndroj si një personazh njëri në ato lojë, ka pasur debate sot me Mirin, me Rogertin, me Juelën, edhe nuk i dridhet qërpiku, siç thuhet në gjuhën popullore, pra ai mendimet e tij ai ka të njëjta dhe nuk lëkundet, qoftë për efekt të lojës për të bërë ndonjë aleancë me të, i ka kundërshtar, nuk i qas në ndërveprimet e tija, në përditshmërinë e tij, përpos momenteve kur kanë debate, kur kanë diskutime që ja thon në sy njëri tjetrit, edhe një tjetër sqarim që gjithmonë e ka mbajtur si një loje brenda shtëpisë Matteo për atë që ka deklaruar kur ishte i ftuar në Goca dhe Gra, që e shikon Selinin në finale si një pretendente përfitore. Ai tha, unë jam i vetëdijshëm se çfarë flas, për çfarë e them edhe ku e kam thënë, pasi kjo situatë banorët e ndoqën asokor kur ishte te Goca dhe Gra dhe u komentua dhe komentohet, ende ku sot ai bëri një lloj sqarimi dhe me shndritin duke i thënë që e bëra nuk është se nuk e mendoj Selinin të fort, por e bëra edhe për efekt të loje, duke provokuar se si do të reagonin banorët e tjerë, dhe ka dalë ajo që Matteo ka pasur në mendje si një lloj strategjie, se ende sot e komentojnë banorët i Rogerti Mirë, si ka mundësi që ti thua Selin, nuk thua Brikena, pse dje në konferencën për shtyp thej që në finale dhe fitoren e meriton Brikena. I u shpreh në qasjen që unë edhe kam të njëjtë, por që mendoj që edhe publiku kohët e fundit po do më shumë personazhet njerëz se sa personazhet si lojtar, se këta të fundit gabojnë më shumë në lojë, gabojnë me aleanca, pra kur ti ke kundërshtar dikë, nuk mund ta afrosh në një moment, t'i japësh voton dhe ta ndihmosh, duhet të jesh atë dhe që unë e mendoj ku e shikoj Big Brother, ku ka dhe situata, them si ka mundësi kur ti shahesh, ofendosh, baltoses kaq shumë, në një moment tjetër i qëndron në krah këtij personazhi të keq, në rastin konkret për shembull Rogerti çfarë nuk ka thënë për Malin, çfarë nuk ka thënë edhe për Stenaldon. Kemi parë një Stenaldo duke u ofruar edhe ditën e djeshme me një lloj miklimi që duan t'i bëjnë në lidhje se kush do të jetë lider i ri, kaq shumë po punohet këto ditë për të pasur votat. Shikoj një lloj përpjekje të shumtë që ka Brikena për të shpallur Matteon, edhe pa diskutim mund të jetë Matteo nëse do të marrin parasysh votat e banorëve aty brenda, se tani janë 11 banor, pra duhet të ketë një shumicë që është pak e vështirë në këtë kuadër ku është loja, por besoj që nëse do të jetë në dorën e banorëve aty, Matteo mund të zgjidhet lideri i ri i shtëpisë, siç kishin dhe kundërshtarët e tij Miri dhe Rogertit avantazhe të forta në lojë. Duhet të ketë edhe ky grupi tjetër
një avantazh në lojë, mund zgjidhet Selim, mund zgjidhet Mateo. E rëndësishme është që të kemi një lloj barazie në efektin edhe në shtrëngimin edhe në peshën që vllai i madh i banorëve në këtë lojë, e cila po shkon drejt fundit, po jo drejt fundit të dinamikave. Kemi sërish një riafrim të çiftit, edhe pse nuk janë çift, por qasja e tyre është në këto ujëra, Mateo dhe Brikena. Padyshim ata janë viral në rrjetet sociale, aq shumë bën viral sa dhe ritmi dhe pulsi i tyre i zemrës ku ishin afër njëri tjetrit, që u dëgjua dhe në videot që ka postuar produksioni në rrjetet sociale, mori një lloj hovi dhe një lloj jehone në rrjetet sociale, ku është aktiviteti më i lartë i ndjekësve, i komentuesve dhe atyre që ndjekin Big Brother, ku unë ndjej që ka edhe një dëshirë nga ana Brikenës për të dhënë ato puthjen shumë të komentuar dhe shumë të dashur apo shumë të interesuar dhe nga ana e publikut për ta parë se si do të sillet më pas këto dy personazhet kur të jenë çift, edhe se si do të jetë loja e tyre. Në thonjza loja se kanë treguar që nuk janë strateg për të bërë situata për të dëmtuar të tjerët, por janë aty si dy njerëz duke jetuar këtë format si personazhe njerëz dhe jo si personazhe lojtar. E nëse këta personazhe janë më aktiv, më pasivët, po shikoj Mirin ja tha dhe është ndriti ti deri në ditën e 50 ca kishe krevatin, e tani ke një lloj zbeje, nuk ke situata të reja, thjesht po jeton në atë shtëpi. Ashtu e kam parë unë edhe ku bëri këtë sfidën e ninjës, askush nuk e hodhi emrin e tij që mund të ishte ninja. Pra ka një lloj vaktësie Miri në këtë lojë që është kthyer, le të themi, në një lloj elektroni të Rogertit, dhe ai e ka marrë të gjitha ato primën e vëmendjes të debateve dhe të krijimit të situatave dhe situatë përpos më të madhe atë asaj të krevatit me Selin. Miri nuk ka, prandaj shikoj siç po edhe komentohet, por e kemi parë edhe në Prime, ka një lloj zbeje, ka një lloj përgjumje, ka dhe një lloj përhumbje, e kjo për një lojtar që pretendon të jetë i fortë, sa i thot kush shoh këtu, kush shoh këtu. Duhet të jesh aktiv dhe duhet të krijosh. Një lojtar i fortë krijon situata, një lojtar që është dinamik, ditë si të sjell element të ri, edhe pse janë pak veta në shtëpi, por nuk mungojnë nëse do të kesh dëshirën apo edhe atë shpirtin luftarak për të nxjerrë të tjerë të keq, por ndërkohë pret nga Rogerti për të krijuar ndonjë dinamik, ndonjë debat, përfshihet të japi mendimin e tij, pak a shumë po kthehet si një lloj opinionisti kohët e fundit, pa ndonjë shpirt luftaraku apo pa ndonjë lloj kalkulimi të ri për ta ridimensionuar atë si strateg, siç pretendon, apo dhe si lojtar, siç pretendon që është brenda shtëpisë Big Brotherit. Sa kaq dinamikat nuk janë se janë të shumta në atë shtëpi, por po se janë marrë këto ditë më së shumti me këtë televotimi kokë më kokë që ka Mateo dhe Stenaldo, duke dhënë mendimin e tyre. Shtëpia padyshim që është e ndarë në grupe dhe grupet kanë dhënë mendimet e tyre se kush duhet dalë. Disa janë që duhet dalë Stenaldo pasi nuk ka dinamika, nuk ka aktivizim, kurse Mateo ka debate, pra ka një lloj lufte që duhet të ketë një lloj përfundimi, duhet të ketë një lloj përmbyllje në raport me Rogertin, me Mirin, fusën edhe ju Helen, pasaj finalizimi i tij i lidhjes me Brikenën, më pas një lloj aleance apo edhe një lloj pikpyetje në raport me Selin, edhe pse unë e shikoj dhe e kam parë dhe e kam komentuar gjithmonë si një shoqëri të pastër, një shoqëri pa zarar dhe pa ndonjë lloj sikleti që mund të dëmtoj të dyja palët, edhe pse pas daljes së gimbos u tha dhe u vu si një lloj tendence që Mateo pati një lëshim të gojës, apo ishte më i drejt për drejt, gjëra që nuk i kishte thënë më parë, por ndërkohë i ka thënë. Kështu është kur në studio, në emisione ftohen më së shumti ata që e shikojnë Big Brotherin, dhe kjo është një qasje ime personale që e shikojnë në Prime dhe në video të shkurtra dhe nuk e shikojnë të gjithë zhvillimin e përditshëm, se mund të kapësh disa gjëra në Prime dhe në ato video, por nuk kap thelbin, edhe nuk kap thelbin, nuk jep një mendim të shëndosh për të parë se si ka vijuar një situatë edhe se si ka bitisur situata tjetër. Do doja të dija dhe mendimin tuaj se kush do të dalë sot. Priten surpriza për dy banorë që janë
në këtë televizimi kokë më kokë për Mateon dhe për Stenaldo, dhe pse Stenaldo ka një lloj frike se nuk është shpërballur me televizime kaq të forta dhe nuk ka qenë, le të themi, në test, siç ka qenë Mateo dhe ka kaluar, e përmend edhe ditën e djeshme në atë televizimi me Selin Brikenën dhe Gimbon që doli i pari, pra e ka fituar dhe e ka kuptuar që publiku në masë të madhe të jashtëzakonshme po flitet për mijëra euro, dollar që po hidhen nga kudo që ka shqiptar, jo vetëm në Europë, në Amerikë. Edhe mua më vi mesazhi që e votojnë masivisht Mateon, e votojnë dhe e pëlqejnë atë për njeriu që është, që nuk bën intriga në lojë, që është i drejtë për drejtë, nuk tutet, është aty përballë çdo situate, nuk është i lëkundur edhe në raport me Brikenën, pra nuk është thyer ajo egoja maskullore tipike, siç mund ta shikojmë, i cili është refuzuar disa herë nga Brikena duke mos i dhënë puthjet, por ka qëndruar aty duke insistuar dhe duke i treguar ndjenjën e tij të pastër, dashamirësinë, dhe i ka dhënë të gjithë komoditetin e saj për të ndier ajo mirë, pas një lloj presioni, pas një lloj ngacmimi edhe për efekt të lojës. Kjo tregon shumë, duke qenë që janë 90 ditë në izolimi dhe vetë loja e Big Brotherit mund të shndërroj ty në një personazh që ti ndoshta nuk e do vete dhe thua pse po ndodh kështu, por në rastin konkret nuk ka ndodhur asnjë lloj përndjekje, asnjë lloj insistimi, asnjë lloj këmbgulje për ta pasur një lloj raport më të shumtë në ato që ata janë me përqafime apo me ledhatime. Kjo tregon që unë jam në atë që kam thënë dhe do ta them gjithmonë, që publiku tani më po pëlqen dhe po mbështet më së shumti personazhet, njerëz që janë në këtë lojë të Big Brotherit. Por më kryesorja është mos harroni të jepni dhe subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.